Mirë. Apo uani gati? Jo, po Dinamika ti vë. po të morë. Sot kishëm një takim me zotin Mustafa dhe ekipin e tij për diskutuar për procesin zgjedhor, për përgatitjet se cilat jemi duke i bërë si shoqëri civile në garantimin e një procesi zgjedhor, normalisht edhe për ndryshimet ligjore, cilat ose ndryshimin e këtij mekanizmi i cili parafron garancën e standardet në procesin zgjedhor. Unë falenderoj edhe një herë zotin Mustafa për disa çështje për të cilat kemi parafrime, mendoj se Lidhja Demokratike me ekipin e vetë dhe me deputetët në parlament do të diskutoj detajet e më të tjeshme, edhe do të shohim se do të kemi për disa çështje parafrime me shoqërinë civile, e cila i ka brengat e veta për këtë ligj, edhe ka propozuar disa rekomandime në ndryshimin e ligjit. Falënderit. Ju përshëndes pashtu. Ne kishim sot një bisedë cilën e konsideroj mjaft të rëndësishme, sepse është esenciale që ne të bashkërendisim aktivitetet me shoqërinë civile në një proces zgjedhor për arsye të efekteve të cilat procesi zgjedhor do t'i ketë dhe për arsye të interesimit tonë që zgjedhjet jenë sa më të mira, të jenë cilësore, të jenë zgjedhje të cilat do të prodhonin një parlament që do dilte me votën e lirë të qytetarëve, i cili do ta ketë legitimitetin e plotë dhe pastaj një qeveri po ashtu me legitimitet të respektuar nga qytetarët dhe nga ndërkombëtarët. Ne falenderojmë angazhimin e shoqërisë civile në këtë proces, në përgatitjen e këtij procesi dhe pastaj në vazhdimin e implementimit të procesit zgjedhor. Biseduam po ashtu për përgatitjet që ne bashkërisht do t'i bëjmë, përfshirë edhe ligjin për zgjedhjet, i cili është tani në procedurën në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Dëgjuam disa preokupime dhe vërejtje të shoqërisë civile sa i përket disa elementeve të ligjit, për çfarë ne u shprehëm të hapën që edhe ato të shohim sa i përket barzëve të listave, sepse nuk kemi asnjë interes që si Lidhja Demokratike të insistojnë që liderit jetë si barzë i listës, por jemi të hapur që ajo të bëhet në harmoni me vullnetin jo vetëm të subjekteve politike, por edhe të shoqërisë civile dhe të qytetarëve. Po ashtu shtrua edhe çështja e pragut zgjedhor për kandidat të pavarur, për cilën ne u treguam të hapur se do të shqyrtojmë edhe atë, por gjithsesi që të kemi një prag i cili do të pamundësonte pastaj lëvizjet që mund të bëhen, që mund të mos jenë korrekte në pikpamje të cilësisë dhe konstruksionit më të tjeshëm të vetëm reflektimi i vullnetit subjekteve politike, po tjetë edhe reflektimi i vullnetit të qytetarëve dhe të shoqërisë civile. Zotëri Mustafa, po filt shumë që realisht zgjedhjet e përgjithshme të mbahen shumë më herë sa që është paralajmëruar, pra se që shohni paralajmëruar, ka gjallë që një gjë e tillë të ndodhë? T'ju them drejtën, nuk jam shumë i prirur që të shoh mundësi që të ndodhë tepër shpejt, sepse edhe gjërat nuk po shkojnë aq shpejt. Ka qenë mendimi që çështja e definimit mandatit të Uleksit shkojnë këtë përbërje të kuvendit, dhe unë mendoj se duhet të shkojë, akoma nuk është definuar saktësisht se cili do të jetë mandatin nga vendet e Bashkimit Evropian, dhe unë mendoj se me faktorën ndërkombëtar, por edhe me shoqërinë civile dhe me subjektet shtetërore dhe politikët Kosovës do të ulim ta bëjmë agjendën se cilat çështje duhet kalojnë tani në kuvend para se të bëhet shpërndarja e kuvendit, prandaj ajo që shoh unë si mundësi as fillimi i qershorit, si mundësi më të hershme, është përmend edhe 25 maj, neve nuk na pengon si Lidhja Demokratike të jetë edhe ajo, por a do të arrihet si kohë, unë nuk jam shumë i sigurt. Zotëri Mustafa, a keni një datë caktuar juve si parti që konkretisht ju ka dhënë për më mbajtë zgjedhjen? Nuk kemi ndonjë datë ose ditë caktuar, ne mendojmë që do të mahen diku deri me 15 qershor mas lartën, në mënyrë që nëse do të ripërsëriten zgjedhjet në ndonjë vend votim më vonë, atëherë zgjedhjet të mos ripërsëriten në kohën e pushimeve, por të përsëriten në kohën kur qytetarët janë këtu. Ne dimë që pushimet kryesisht fillojnë diku prej 15 korrikut e tutje dhe dëshirojmë që do të mos futemi në atë zonë që për fazën e dytë në disa vend votimet mos kemi qytetarë këtu, sepse do të ishte me padrejtë dhe do ta qitë një votim i cili nuk do të ishte i plotë.
jashtë kësaj dashur kryetar. Si vlerësoni qendrimet e Brukselit për vazhdimin e mandatit të Euleksit në Kosovë edhe pas këtij? Ne kemi qenë si Lidhja Demokratike që mandatit vazhdohet, sepse konsiderojnë që Euleksi ka hapësirë dhe kemi nevojë që Euleksi të qëndrojë edhe më tutje këtu, por natyrisht me një ridefinim të mandatit të Euleksit në mënyrë që Euleksi në të ardhmen të ketë më pak mandat ekzekutiv, ndërkaq që të ketë më shumë mandat mbështetjes organeve dhe të ketë mandat në veri të vendit i cili edhe me marrëveshje është përcaktuar. Këto lloj takimesh me parti politike do të ikin zhvilluar me partitë e tjera apo do të zhvillohen? Ne sot kemi filluar me Lidhjen Demokratike si partia opozitare më e madhe, do të kemi edhe me lider të tjerë, mbarë prej vullnetit të tyre për na kontaktuar, për na pritur. Ne do të tentojmë të takojmë gjithë liderët edhe brenda tonë të japim gjithë liderët për të Ju cilat janë mbretët më të mëdha juve ndaj partive politike, për shembull këtë rast ndaj BDK-s? Ne nuk kemi vërejtje ndaj subjekteve të caktuara, por kemi koncepte për ndryshimet në ligjin zgjedhor, dy prej çështjeve kryesore që mendojmë që sot kemi një parafrim ose një mirë kuptim nga Lidhja Demokratike, janë dy çështje kryesore që mendojmë janë ndesh me afrimin e kushtetuese, por janë edhe çështje të tjera, të cilat i kemi dhënë edhe në komisionin, po edhe në publik edhe më herët. Dhe kryesisht nga ajo çfarë po shohim nëpër media, a vlerësohet se tani nuk ka filluar fushata paragjithore nga disa subjekte? Mendoj se veprimtaria e partive politike do të është veprimtari e përditshme, mbarësisht se sa e shohin edhe si e trajtojnë një aktivitet një subjekti politik, mund ta varet edhe nga ajo që ne i bëjmë, po mendoj që veprimtaria e partive politike është e përditshme dhe s'kishëm mujt me i thonë, s'kishëm dasht me quajt si fushatë zgjedhore. Zotëri Kryuziu, pse duhet të keni takim me liderët kur keni qenë pjesë edhe e komisionit? Kërkesat e juja nuk kanë hasën veç të shurdhër të komisionit dhe tash pasi që ka shpunë kuvend, sa janë të arsyeshme tash me lider të takime kur dihet se tashmë projekt ligji është në kuvend? Projekt ligji është në kuvend, normalisht që zgjedhërit përfaqësojnë politikat e subjektit nga ata janë, edhe normalisht që ne jemi duke kontaktuar me subjektet politike për t'i trajtuar mbrana dhe për të parë votën e tyre në parlament. Do thotë kjo nuk është një shkputje dhe nuk mund të jetë një shkputje deputetëve për partinë cilën përfaqësojnë. A mund të merret si presioni shoqërisë civile ndaj parlamentit direkt? Nuk është presion i shoqërisë civile, po është një tentativë e shoqërisë civile me abordu bashkëveprimet me subjektet politike dhe me aktorë të cilët janë në proces. Faleminderit. Faleminderit.